Sot i softa ditën e shtunë do të luhet ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë, një ndeshje shumë e rëndësishme kjo si për në aspektin sportiv, po ashtu edhe në aspektin po themi emocional, nisur edhe nga historiku që kanë dy vendet. A mund ta thoni pak për planin e sigurisë dhe a pritet që mund të ketë incidente gjatë kësaj ndeshje? Kjo ndeshje është pritur me një interesim të jashtëzakonshëm, si kur ndonjëherë. Ka pasur një kërkesë të jashtëzakonshme, rreth 200.000 kërkesa për ato vende që ka ai stadium me ato limite. Dhe sigurisht që edhe vetë mediat serbe i bëjnë një honë kësaj ndeshje duke pritur apo jo ngjarje që mund ndodhin pikërisht për shkak të ngarkesave që i jep jo vetëm ndeshja, por dhe historiku i ndeshjeve midis Serbisë dhe Shqipërisë. Sidomos duke kujtuar atë ndeshje ku Shqipëria fitoi në tavolinë 3-0, por ai moment kur goditen me tavolina mekanike dhe me sende të tjera të forta lojtarët e ekipit tonë kombëtar për shkak të atij droni që fluturoi me një flamur në stadiumin e Serbisë. Gjë që mori nota nacionaliste dhe u përdor politikisht gjatë gjithë kësaj kohe, dhe ky lloj karikimi vjen pikërisht tani. Vjen pikërisht tani edhe në këto momente kur Shqipëria është rritur më shumë, të paktën nga pikpamja profesionale, dhe Shqipëria ka hyrë 2 herë në Europian dhe pretendon edhe në këtë grup që të jetë pretendente, pra janë 2 pretendentë për vendin e dytë, ku Anglia sigurisht shihet si një favorit i absolut i kualifikimit në këtë event. Dhe për këtë gjë, masat e sigurisë nuk mund të mungonin, policia e shtetit ka masa dhe plan masa është jashtëzakonshëm, të cilët pak a shumë e kanë bërë publik dhe në këtë moment unë po mundohem të jap disa elemente të këtij plani masash nga policia e shtetit. Së pari ka një shpërndarje të biletave të identifikuara me numër, me emër, mbi emër, ku gjithë secili duke pasur të personalizuar biletën, atë ditë do të paraqitet bashkë me kartën e identitetit, ku duhet të jetë personi i regjistruar në këtë blerje të biletës elektronike dhe personi që është realisht prezent me këtë lloj bilete. Pra nuk mund të trafikohet bileta dhe të jepet dikujt tjetër i pa identifikuar. Pra nëse ka pasur probleme dhe persona të identifikuar me problematika mund të mbahen që në momentin e hyrjes në nënvëzhgim. E dyta, ka një prezencë të shtuar të forcave elit, si forcat antiterror, forcat në ndërhyrje të shpejtë dhe patrullat të tjera të shërbimit të policisë së shtetit. Ka një sistem antidron që funksionon, që parë kemi një sistem të tillë që pengon mundësinë e fluturimit të droneve, që mund të shërbejë si incident i mundshëm duke kërkuar dhe duke pasur në sfond atë çfarë ndodhi nga një dron që fluturoi mbi stadiumin e Beogradit. Ka kontrollet lokaleve përreth, ka bllokim të rrugëve të cilët çojnë drejt stadiumit, ka masa të cilët fillojnë 40 orë para, përveç masave të asaj dite. Ndalohen futja e sendeve, të cilët janë me shkallë rreziku të përcaktuara. Çantat që do të lejohen do të jenë jo më shumë se formati A4, ndalohen shishet, sendet e forta, çadrat nëse do të ketë, në mënyrë të tillë që mos shërbejnë si mjete, sende, të cilët mund të përdoren për të goditur apo jo lojtarët në fushë. Ka një sistem kontrolli me kamera për njohjen e fytyrës dhe ka dhe kamera të lëvizshme, të cilët janë përreth dhe brenda stadiumit duke vëzhguar dhe tribunën dhe vendet e mundshme aty ku janë tifozëria, aty ku mund të kemi dhe incidente të mundshme që mund të provokohen dhe mund të nxiten nga persona dhe individ gjatë lojës. Masat e sigurisë janë edhe në rastin jo vetëm për anën e tifozëve dhe problematikat në fushë, por më shumë janë që mund të përdoren nga element të tretë jashtë Shqipërisë, të cilët mund të shërbejnë si element destabilizues dhe nxitës të politikave në hapësirën ballkanike. Ka pasur informacione që mund të ketë tentativa që të përdoret kjo ndeshje për të krijuar, po themi, incidente, pastaj që të përdoren nga palë të treta? Deri tani nuk ka në mënyrë publike informacione, të paktën nga policia apo struktura të tjera që mund të informojnë opinionin publik për informacione të mundshme, por ne duhet nisim jo vetëm nga historiku i ndeshjeve midis dy vendeve, Shqipërisë dhe Kosovës, por duhet nisim edhe nga historiku i vendeve të tjera, ku kujtojmë si Europianin apo Botrorin, ku informacionet ishin që grupe terroriste, kryesisht ISIS, ishin të interesuar për të krijuar masakra apo përdorime të cilat mund të shërbenin për hakmarrjen ndaj vendeve, duke kujtuar që Shqipëria është anëtare e NATO-s, Shqipëria është një vend shumë i rëndësishëm paqërujtës,
Shqipëria është një moment shumë të rëndësishëm të proceseve të saj të integrimit. Shqipëria është shumë afër rrugtimit të saj për të bërë anëtare e Bashkimit Evropian. Kështu që palë të treta, ku këtu nënkuptoj Rusinë, Kinën apo grupe terroriste të vendeve të njohura tashmë për terrorizëm, që mund të krijojnë dhe të shfrytëzojnë këtë lloj incident, këtë lloj ndeshje me këtë vëmendje dhe me këtë intensitet që mund ta përdorin për të krijuar një lloj destabiliteti. Ndërsa për sa i përket tifozërive, kjo është në kuadrin e masave që policia sot ka një eksperiencë, sepse policia e shtetit ka një eksperiencë dhe ka menaxhuar shumë mirë shumë ndeshje, si kupën e UEFA-s apo ndeshjet të tjera ndërkombëtare apo rastet e derbeve që ndodhin midis ekipeve shqiptare, por kjo është më e veçantë, sepse ndeshmëria e mediave të Serbisë gjatë gjithë kohës ata janë të shqetësuara dhe serbët janë shumë të shqetësuar çfarë do ndodhte. Mua më kanë pyetur disa miq të mi, të cilët na lidhin anët profesionale të një grupi profesionistësh, që ç'në ndodh, a mund të ketë rrezik apo nuk ka rrezik. I them që masat janë të plota, siguria do jetë absolute, por kjo nuk do të thotë që çdo gjë mund të jetë e evitueshme. Por këto masa janë ndër masat më të rrepta që ka marrë policia e shtetit dhe vëzhgimi më i mirë i mundshëm në bashkëpunim me federatën, se është një plan masash i miratuar midis palëve. A do jetë policia aftë që të kontrollojë turmat brenda stadiumit në rast të ndonjë agravimi të situatës? Turmat janë shumë të vështira për të përballuar. Kush mendon se i kontrollon turmat është ka të pamundur. Sepse turma e para është agresive, e dyta është e përqendruar, e treta nuk mund të përdorish dot dhunë ndaj turmës, sepse turmat janë shumë të papërballueshme. Por unë mendoj që midis informacioneve që ka policia e shtetit, midis personave që janë brenda, po e quajmë rradhëve në stadium ku kemi shërbimet policisë civile, policisë shtetit, forcat kriminale, policisë kriminale, të cilët janë dhe mbajnë nën kontroll. Midis tifozërisë kanë marrë informacione për nisma, për grupe, për individ, në mënyrë të tillë që ti kenë nën mbikëqyrje dhe të kenë informacione paraprake që dinë ku dhe si ata mund t'i përqendrojnë. Në rastet e një situate që mund të ketë, ka forca të gatshme të ndryrës shpejt, të cilët me hapjen e portave mund të ndryhen në mënyrë të menjëhershme për të dhënë këtë ndihmë në rastet e një sulmi apo të rastet e një situate e cila mund të kërkojë ndoshta edhe evakuim të menjëhershëm të stadiumit në rastet e një informacioni për një situatë ekstreme. Por mendoj që do ta menaxhojnë dhe do të menaxhohet dhe mendoj se mund të ketë pak incidente, por nuk do të jenë problematike gjatë kësaj ndeshje për shkak të masave të larta të sigurisë të vendosur. Zoti Softa, është më e vështirë për të menaxhuar turmat në kohën kur tifogrupet janë të ndaluar që të futen në stadium, se nëse ti do kishe lider të tifogrupeve që do ishin në stadium, ti edhe mund të negocoje me, po themi, liderin e tifogrupit. Por duke qenë që biletat janë shqitur në mënyrë të çrregullt, aty secili është zoti vetes, po themi. A është më e vështirë që të komandosh 15-20.000 mendje tek e tek se sa, po themi, disa lidera që kanë nën patronazh disa tifogrupe? Kur janë shumë mendje është më e lehtë se sa kur ka një grup mendjesh që ka një komandant. Sepse ato lloj tifozërisë të organizuara hyn tek pjesa e dhunshme nëpër stadiume. Ne kemi parë tifozëria e Serbisë për shembull janë shumë të dhunshëm. Ne kemi parë çfarë dëmesh dhe kanë shkaktuar jo vetëm brenda stadiumit, po prishje dëme që shkaktojnë qytet. Dhe kjo ka ndodhur në shumë ndeshje, sidomos me Italinë dhe me shtete të tjera. Dhe për fat një pjesë e stadiumit do të jetë bosh për shkak të masave që ka marrë UEFA, lidhur me penalizimet që ka marrë edhe ndaj Serbisë dhe Shqipërisë. Por kjo është pjesa e dytë e daljes aty në qytet, ku masat dhe mënyra se si policia mund të veprojë shumë më lehtë se sa brenda stadiumit. Është më e vështirë brenda nëse ndodh në fushën e lojës, se sa momentin e daljes, sepse në momentin e daljes kanë disa mënyra të kanalizimit të daljeve apo të kanalizimit të hyrjeve. Janë forcat të cilët bëjnë një ndarje në mënyrë proporcionale të daljes së turmave dhe diferencimit tyre në mundësia e marrjes së kontrollit. Pra nuk ka një dalje masive dhe bashkim në mënyrë masiv, por ka dalje të kontrolluar ku forcat e policisë të elitë dhe forcave speciale, të cilët janë të afta të menaxhojnë turmat, janë të vendosura në mënyrë simetrike gjatë gjithë perimetrit të stadiumit. Zoti Softa, faleminderit shumë për intervistën.